Rusia vazhdon të provokojë perëndimin përmes armëve bërthamore. Me sa duket, retorika bërthamore po shpresohet edhe më shumë pas njoftimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se edhe ky shtet do të nisë testimet bërthamore. Së fundmi ka qenë presidenti i Rusisë Vladimir Putin, i cili ka bërë me dije se Moska ka lëshuar në det një nëndetëse të re strategjike bërthamore, të quajtur ndryshe Khabarovsk, e cila është e aftë të mbajë deri në 12 koka bërthamore Poseidon, të pajisura me energji bërthamore, që është dhe sistemi më i fundit i armëve të Kremlinit. Poseidon, siç ka shpjeguar dhe presidenti rus Vladimir Putin, është menduar për të kryer sulme bërthamore në të gjithë botën. Me sesioneve në rritje, Khabarovsk është i fundit në një seri projekte shuse që shfaqin aftësitë bërthamore të Moskës. Khabarovsk, sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, është nënditësja e parë e krijuar posaçërisht për të mbajtur sistemin Poseidon, të cilin NATO e ka koduar Kanjon. Ania thuhet se mund të mbajë deri në 12 cilur. Thuhet se është një armë me një reaktor bërthamor dhe në teori me rrezë të pakufizuar, të cilën Putin e përshkroi si të pandalshme. Analistët besojnë se ajo mund të gjenerojë tsunami ose të kontaminojë zona të gjëra bregdetare. Krahas armëve si Poseidon, Vladimir Putin kohët e fundit zbroi dhe raketën lundruese Burevestnik dhe më parë raketën Oreshnik, të afta të mbajnë koka bërthamore dhe të arrijnë çdo kryeqytet të madh evropian. Edhe pse presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është duke kërkuar armë nga vendet anëtare të NATO-s, nga ana tjetër presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump me sa duket ka arritur të qetësojë Rusinë, duke përmendur se SBA ende nuk është gati të dërgojë raketa Tomahawk në Ukrainë, të cilat mund të ndryshojnë dhe rrjedhën e luftës në Ukrainë.